Lëvizja vendosë të ketë reflektu mbi këtë blokadë, pra shkaktari i kësaj blokade janë pikërisht ata. Ne i kemi dhënë opsionet tona dhe shpresoj që të reflektojnë dhe ta zhbllokojnë këtë situatë. Sa përket zotit Limajt, ato ta votoni si PDK? Kryetari i kuvendit e zgjedh shumica parlamentare. Prandaj ajo shumicë parlamentare që do të krijohet do ta zgjedhë edhe kryetari i kuvendit. Kështu që këtu nuk bëhet fjalë për zotin Limaj për atë tjetër, për këtë tjetër, mirë, po bëhet fjalë apo krijohet mas pari shumica parlamentare për mi zgjedh institucionet dhe pastaj do të shohim. A mendon që do të më ndërhyj tash presidentja, meqense se janë bërë triumfi takimit fundit edhe ai ka thonë që në rast se shkon pafundësisht gat, kemi me ndërhyje. A mendon që koha është halohere? Unë konsideroj që presidentja do duhet me pas një angazhim shumë më intenziv gjatë kësaj periudhe. Një angazhim nuk do duhet lije me i takim, do duhet kishte një presion më të madh edhe te partitë politike, edhe tek deputetët, sepse është në rolin e saj kushtetues për garantimi kushtetues i funksioneve të Republikës së Kosovës. Dhe pikërisht pra ju e dini që edhe kjo seanca konstituive kuvendit është nën përgjegjësinë e presidentes, thirrët nga presidentja e Republikës, kështu që presidentja do duhet me qenë shumë më aktive gjatë kësaj periudhe në një presion, sidomos tek partia e parë, për krijimin e institucioneve, apo për t'i hapur rrugë vendit që shkojmë si të treja. A është veç arsyeja pse Albania Haxhiu është grua që s'po votohet prej opozitës? Jo, ma dëgjë, nëse një pushtet i ka largu gratë nga opozita udhëheqe, është pikërisht Lëvizja Vetëvendosi, ka largu nga opozita udhëheqe një zoj jashtëzakonisht profesioniste në fushën e saj, siç është zonja Vlora Hyseni, që ka qenë zëvendës drejtore e AKI-s dhe sot po e bën një punë shkëlqyeshme në Shqipëri, e ka largu nga pozita po ashtu një zonjë, një gjyqtare të shkëlqyeshme siç është zonja Valdete Daga, pra dy drejtuese dy institucioneve shumë të rëndësishme e shumë drejtuese nëpër bordet ndryshme ndërmarrjeve publike. Nëse dikush e ka dëmtuar agjendën e grus në Kosovë është pikërisht partia në pushtet, që tashmë është në ikje. Faleminderit.